Pas dyerve të mbyllura të rrethit të ngushtë familjar, ku mendohet si je më i sigurt se askund, ndodh të gjendesh përballë situatash që krijojnë drama të paimagjinueshme. Dhe këtu nuk flasim për përplasje pronash apo probleme morali, por për humbjen e besimit, siç është rasti një familje nga Erseka, që ka rënë pre një kurthi financiar nga një person i afërt. Gjitha është kushërira e mamit tim, kemi jetur në një festë familjare, ku më ofron një vend pune tek puna ku ajo punonte. Dhe janë futur kamariere për të punuar atje. Dhe fakti unë kisha 3 vite në Tiranë, nuk kisha asnjë kontakt me fisin. Mora si të mirëqen që më në fundi kush mua po më mbështet që nuk po më le vetëm. Më ofrovi ndihmë për të shkuar në shtëpinë e saj dhe kam pranuar që të mos jetoja me qira, por jetova në shtëpinë e saj. Një gest shumë human nga ana e kushërirës për t'i ardhur në ndihmë vajzës së re që kishte nisur jetën në kryeqytet, por me sa duket gjithçka me një prapavi të qartë. Më pas i ka thënë babit tim që t'i jepni një shumë konsiderueshme lekësh, të tipit 30 milion lek për të marrë një shtëpi. Shtëpia ishte në Tiranë, shtëpia ka qenë 70 milion lek. Por ne i kemi dhënë 30 dhe me mendimin këto do merrnim shtëpinë, sepse po thoshte që gjitha shtëpitë që unë po jap janë në emrin tim. Atë pjesën tjetër të parave kur mendoj që do ja jepnit gjithë? Kur neve të merrnim hipotekën e shtëpisë dhe të shkonim në bankë të merrnim 40 milion lek kredi për t'i dhënë pjesën tjetër që të formoj shumë 70 milion. Kjo shumë e konsiderueshme prej 30 milionësh në fakt ishte vetëm një karrem për ta përfshirë familjen në një skem të madhe mashtrimi. Që sa po kishte nisur? Dokumentet ajo nuk po i jepte, po thoshte që të mbaroj unë punë me hapjen time të NIPT-it, sepse kishte biznes dhe lek të hedhura në NIPT, fatura të bllokuara dhe kërkonte lek për ta hapur NIPT-in. Dhe thamë, "Ok, po e ndihmoj." Çfarë biznesi kishte? Zyrë konsulenca. Këto para u kërkoi juve? Ne i kërkovi neve nuk kishim shumë mundësi monetare për t'i dhënë, që kështu morëm kredit. Pse u kërkoi juve dhe ju pse u treguat kaq të gatshëm që ta ndihmonit atë për problemin e saj? Po na bante afër, që premtovi shumë, na bëri që ta besojmë atë. Kur thua na premtoi shumë, për çfarë ke fjalë? Po më premtovi që do më hapte zyrën një zyrë tjetër, konsulence, më premtovi që do më shkonte në një shkollë private. Vllai tim i premtovi që do e ndihmonte duke i dhënë shtëpi real estate për t'i drejtuar. Babi tim i premtovi një vend pune shumë të mirë. Gjithashtu dhe mamas time i tha që bëj një punë të thjeshtë sepse dhe unë do të të ndihmoj ty me lek. Të gjithë të sistemuar me punë me lek. Çe do Amerikën me pak fjalë? Dhe gjitha këto gjëra ajo nuk i mbajti. As që e dyshonim. Sa para ju kërkoi? Sa i duheshin asaj për të zhbllokuar NIPT-in sipas saj? Ajo nuk tregonte shumën se sa i duheshin aktualisht, sepse vinte në shtëpi thoshte më duhet 1 milion për të paguar sigurime, më duhen 2 milion për të paguar një gjë, më duhet kaq për t'ia hedhur NIPT-in. Thënë shumë anë NIPT ajo asnjëherë nuk e tregovi se sa duheshin. Unë kam marrë kredinë e parë fare në nëntor të 2023-shit. Dhe nga ajo kredi e parë në 2023-shin, brenda 2 vitesh, familja Kristo do të bëjë mjaft të njohur në zyrat e çdo institucioni financiar të mundshëm, sepse duhej të merrni kredi për të përmbushur etjen për para të së afërme së tyre, e cila kishte bërë bingo me këtë familje që i besonte verbërisht. Nëse bëjmë një përllogaritje së bashku me shifrën 30 milionë në shtëpisë dhe së bashku me të gjitha këto kredit që ju keni marrë në çdo institucion bankar të mundshëm, sa është të gjithë vlera vete 150 milion lek. Plot 150 milion lek në 2 vite. Por çfarë konsulenca është bënte kushërira në zyrën e saj që të shpenzonte aq shumë për një NIPT të bllokuar? Unë e vetmja gjë që kam parë nga biznesi i saj ishte një zyrë bosh, e cila kishte vënë vetëm shkronja të emrin e saj si konsulent edhe kaq. Ajo zyrë nuk u hap asnjëherë ku neve mund të shkonim të punonim. Kredit që ju keni marrë në gjithë këto institucione, Gjilda ju tha se do i paguante ajo apo do i paguanit ju? Gjilda tha se do i paguante ajo. Gjilda nuk ka paguar asnjë lloj kosti në asnjë bank? Jo, që në periudhën e majit ajo nuk ka paguar as edhe një lloj gjëje. Duke çuar në kolaps financiar këtë familje, sepse prej 7 muajsh, Vitorella, nëna, babai dhe vllai janë në presion të vazhdueshëm nga bankat për të kryer pagesat, duke qenë se çdo kredi është marrë në emrin e tyre. Ju pse ra dakord ta merrni shtëpinë duke ndihmuar atë, sepse fundit ishte detyrim që ajo t'ua jepte shtëpinë, përsa kjo i kishit dhënë ka parin për 30 milion lekësh. Ajo po thoshte që shtëpia është në emrin tim, hipoteka është e bllokuar dhe do pak proces kohe, por gjatë kohës nëse juve më ndihmoni me NIPT
kreditin dhe për hapjen e niptit mund të ju ndihmoj që juve të merrni shtëpi. Po ju pse vazhdoni ti besoni, ta mendonit se realisht kishte një problem me biznesin? Ajo po më bënte presion në lidhje me shtëpinë. Një strategji deri në ligësi për të mbajtur peng të vajzë 24 vjeçare, e cila po kalon periudhën më të errët të jetës së saj. E gjitha kjo fal një kushërire që nuk është ndalur përpara asgjëje, me qëllim të vetëm zhvatjen. Që nëse ti nuk ke plek, unë do të përzën nga shtëpia, ka qenë presion psikologjik i bërë si nga ana e asaj. Do të thënë kam kaluar një periudhë shumë të vështirë gjatë atij një viti. Unë kam tentuar të vras dhe veten nga kjo lloj situate, se është shumë më e rëndë realisht për mua që një gocë 24 vjeçare ka mbi kuriz hallet e dikujt tjetër që s'janë fare të mijat, ku mund të isha shumë e qetë sot, e mallkoj edhe ditën që e kam njohur, po e the troç, dua ta kthej shumë herë kohën mbrapa dhe nuk e kthej dot. Të është diçka që mua do më ndjeki prej vitesh si gjë, sepse unë do ri dhe do e kujtoj. Dhe pavarësisht se ndodheshin në këtë situatë thuajse pa rrugdalje, Vitorella dhe familja e saj janë përpjekur të gjejnë vetë një zgjidhje. Në momentin që neve pam që Xhilda nuk po i paguante kredit, i kemi thënë një lloj mendimi, i thamë që Xhilda, hajde shesim këtë shtëpinë dhe me të gjitha lekët e shitjes së shtëpisë të paguajmë të gjitha kredit. Por as këtu, Xhilda nuk është treguar bashkëpunuese. Ajo nuk pranovi, madje i tham që po ashtu, kaq milion lek ne ti kemi dhënë në dorë për 3 vjeçe. Po ashtu po marrim 3-4 banka ku kemi marr kredi, ku shuma vete 40 milion lek dhe ne na jepet hipoteka e shtëpisë, ne paguajmë këto gjëra dhe ti pjesën tjetër e mbyll kur ti të kesh lekët. Ajo nuk ka pranuar. Pse, çfarë thoshte? Nuk e kam unë hipotekën për momentin, duhet të vi pronari nga Amerika. Shtëpia në emër të kujt ishte? Ishte në emër të një personi tjetër. Ju kur e mësuat këtë? E kemi mësuar në momentin kur neve në shtëpi nuk na janë paguar dritat edhe ujin, që ajo e kishte lënë pa paguar. Aty kuptuam që shtëpia nuk ishte në emrin e asaj, por ishte në emrin e dikujt tjetër. Një tjetër gënjeshtër kjo që do të pasojë edhe nga të tjera. Kur e ke pasur rastin të takosh për herë të fundit Xhildën edhe çfarë të ka thënë? Herë e fundit ka qenë para pak ditësh. Neve i thamë për shtë nuk i ke paguar, ajo thotë që unë po pres noterin sepse kam shitur shtëpinë. Ato lekë janë hedhur në bankë dhe pronari që ka bler shtëpinë ka patur problemet e tij. Dhe i thamë që ke kohë për sot, ke kohë për nesër, ajo nuk po sjell lek as edhe një lloj gjëje. Do të thënë sikur 1 milion të sillte dhe të thoshte që këtë 1 milionin hajde të shpëtojmë nga një bankë, por ajo nuk po sjell asnjë gjë. Mashtrimi me pagesat vërtetohet edhe nga këto mesazhe. Ndërkohë nga një regjistrim audio, Xhilda kërkon të bindë familjarët e vajzës se është përfshirë në diçka më madhore dhe se një person enigmatik fshihet pas gjithë kësaj. Përdo, sa gjune i doleti, te piro për një vit do marrë shkatën e shtëpisë. Pse se bëri? E di unë, kjo njeri përveç teje. Unë do që atë të madhin piro. Qa më tha i madhi bëra unë? Ta bëj këtë, ngellën Xhildës gjitha ndorë, por është marrë Fedi. Që morën Fedin kalamajt, i kam kërkuar, i tash 25 që a fundit u plotësua, të lutem jep kartat e shtëpisë. O gjitha policia dhe më i tregoj që gjitha. Artan Bakiu ka bërë këtë dhe këtë. Artan Bakiu, një personazh real apo i sajuar? Kjo është pyetja që nisi të mundonte familjen e Vitorellës. Çfarë fiton ti që i mban të këto pesha në vetvete dhe nuk e nxjerr tanin? Po se e di shumë mirë kush është Mojona, do ma bëj gropën moj. Troç fare, do ma bëj gropën. Po do ma bëj gropën në sekonda. Me sekonda. Kush është? Po ai që i bën gjithë to punë kush është ona, se si bëri kot, i bëri gjithë nga mendja vet. Unë e marr përsipër borxhis 150 milion lekë që ju mi keni dhënë mua, i largoni me noter nuk fshet Xhida Osmani, pa një kuriz Artan Bakiu se e di që ta bëjnë gjëmën me sekonda. Artan Bakiu, kush është? Kjo thotë që kjo është menaxheri i Austrisë që kjo ka punuar dhe ne thjesht kemi folur me këtë, nuk është se ne mund ta takojmë, kemi vetëm mesazhet në Messenger me atë. Ne kemi folur thjesht vetëm për muhabetin e shtëpive dhe për hapjen e niptit. Një person tërësisht enigmatik, me të cilin familja Kristo ka komunikuar vetëm me mesazhe, të cilat nga përmbajtja dhe mënyra e të shkruarit nuk mund të jenë ndryshe përveç se të dala nga dora e Xhildës. Sidoqoftë, le të mos nxitohemi. Në Shqipëri janë të regjistruar 4 persona me emrin Artan Bakiu, duke ju kërkuar ndjes 3 të tjerëve. Le të vihemi në kërkim të atij të vërtetit.
Ndaj për këtë, na u desh të organizonim një takim mes Gjildës dhe babait të Vitorelës, zotit Piro. Tani unë nuk e kuptoj o Gjilda, si e ke menduar, po në mas. Po nuk po. Unë nuk e di, Gjilda i madhi. Unë për veten time, unë të desën, t'i dashtu nuk e dash njeri u tjetër. Jepi dum, fëmit janë pasin kokër leku, unë kam marrë vetëm 15.000 lek, sa që më ngellën në xhep, ai po qante, ta le dhe shkollën e tërat. Po dërgojmë lek, ku t'i gjejnë? Shlek të dërgoj. Pa shkollë shprapë. Djes ki zhuatur, s'kan lek. Zonja Gjilda është të përregjinshme me kushërinë dhe ua qan halli sa herë jepet mundësia. Sa për lekët? Bashkë si do të zgjidhim tani këtë punë, se unë po jo, unë nuk kam çfarë të gjej. Jo, moj zonjo, i shkreti është Piro, jo ti shke për larë 150 milion. Bashkë me atë të madhin Artan Bakiun. Përshëndetje Gjilda, Lorena nga emisioni Piranjat. Përse nuk i shlyen detyrime ndaj familjes Kristo? Po i kam marrë detyrimet, unë nuk e mohoj që i kam marrë detyrimet, ti isha me bllokuar në biznes. Kam investuar, kam hapur një qendër konsulence, konsulencë biznesi, gjitha lekët i kam investuar në biznesin tim dhe për momentin jam bllokuar. A je sigur që bet fjalë thjesht për një zyrë konsulence financiare apo është diçka më shumë në cilën ti je përfshirë dhe dashi pa dashi ke përfshirë edhe familjen e tyre? Çfarë është përfshirë tjetër? Jo, është vetëm qendër konsulence, konsulencë biznesi. Ka shërbyer ndonjëherë ajo zyrë? Po sigurisht që ka shërbyer. Vitorela, po më thot zonja që zyra ka funksionuar. Dhe unë këto para thot i ka marrë për të zhbllokuar biznesin tim. Ne hapja jo, por neve nuk punuam asim ditë aty brenda sepse ishte po mobiluar. Si është e vërtetë ata? Nuk e kuptoj se çfarë është kjo gjë që po më ndodh, të lutem. Ka një kurth kanë kaq kohë, më ka thëritur vetëm po shumë mirë. Nëse ky është kurth, ajo që zonja ka bërë në 2 vite mund të quhet tsunami, duke përfituar nga një familje me 100 halle. Thuaj vërtet ku ka shkuar ata? Ku kanë shkuar paratë? Ku kanë shkuar? Në niptin tim Për sa kanë kohë shkuar, zyra te nuk ka- biznesi im kanë shkuar. Për sa kohë ajo zyrë nuk ka funksionuar asnjëherë. Ku kanë shkuar ato para Gjilda? Na thuaj Mund të vërtet. çoni në prokurori. Artan Bakiu kush është? Artan Bakiu është menaxheri im. Po, dhe çfarë bën ky zotria? Pse i përmend këta gjithmonë emrin e tij? Pse i bën presion në emër të atij Kush ka personi? bërë presion? Kur të shlyer se kanë kaq kohë që të presin, nuk kanë bukë në shtëpi për të ngrënë. Edhe unë nuk kam bukë në shtëpi, edhe unë i kam tani- investuar diku ato para. Do me thënë, kur ti nuk e buk, nuk duhet kena as kushërinë? Se duhet të vojnë këta Po për do t'ja kthej investimin. lekët, patjetër që Kur do do t'ja t'ja kthej. kthesh? Do t'ju kthej, po marr masat, ja u kthej sa më shpejt. ku e kanë garancinë këtë që ti do i shlyesh? Tek mua do e kanë garancinë. Te mua E kanë dashur, sigurinë. nuk kanë asnjë garanci Urdhëro. tek ty sepse ti ke gënjur gjatë gjithë Nuk kësaj i kam kohe. gënjur fare, Ti ke kam përfituar, pafund gjëra. Çfarë keni përfituar juve? Çfarë keni përfituar nga Gjilda? Për të ashtu kam Nuk paguan as gjëra, as ujë, as drita. Ajo është shtëpi që ata do e blinin apo jo? Jo, nuk do ta blinin atë jo shtëpi. ashtu e kemi. Nuk do ta blinin atë shtëpi, po është lënë kur unë të merrja veten time, kur unë të fuqizosha, patjetër do vinte momenti që unë do t'ju jepja banesën. Për atë shtëpi, ti pse ke thënë që ajo është shtëpia ime dhe në fund ka rezultuar që nuk është shtëpia jote në të vërtetë? Unë kam një kontratë për atë shtëpi. Me Kam kë një ke kontratë. kontratën? Kam Me kë? një kontratë me pronarjen e shtëpisë. Po, pse ju ke thënë këtyre që është Normal që nuk i ka shqetësuar njeri. Me gjitha ato para që Gjilda ju ka marrë, do të siguroj që të paktën qiraja dhe dritat të paguheshin. Trego të vërtetën, ku je përfshirë, në çfarë situate je futur? Shumë bukur, do vi momenti të juve e morët intervistën tuaj, do bëni kallëzimet te prokurorisë, jeta që do të shlyej, janë të para që do shlyhen. Kjo që sapo dëgjuam, na le të kuptojmë se Vitorela dhe familja e saj nuk janë të vetmit të cilëve kjo zonjë ju detyrohet para. Sidoqoftë, pyetja është se kur do të shlyhet detyrimin ndaj tyre. Direkt. Ti thua që unë jam në Direkt. situatë vështirë për vete, si do i shlyesh? Si do dalësh në situata vështirë? Aty ku i kam hedhur parat me menaxherin tim, aty do ta zgjidhni menaxheri. Po ju sapo më Edhe? dëmtuat imazhin mua. Gjilda po shqetësohet për imazhin e saj të dëmtuar, ndërkohë që ka rënuar financiarisht një familje të tërë. Po Kam këtyre një personave që ju ke shkatruar jetën? Unë nuk kam shkatruar Si, jetën, pse jeta ime nuk është shkatruar në këtë mes? Fare. Çfarë faji kanë këta që duhet të shkatrohet jeta e tyre prej teje? Prej meje. Po. Po sepse Ti ke kanë përfshirë investuar. këtu. Po jo pra se si kam përfshirë vetëm unë. Bashkë me Artan Bakiun, kuptohet. Si ka mundësi që ti nëpër mesazhe i shkruan Vitorelës që njerëzit që do marrin kredi për mua, unë do i jap strehim falas, të gjithë ta njerëz që marrin kredi për ty i marrin të gjithë për të zhbllokuar biznesin tënd? Jo, s'kam futur shumë njerëz, unë kush e ka nënkuptuar këtë gjë? Ti e ke shkruar Ku e kam shkruar këtë në gjë? mesazhe me Vitorelën. Të lutem. Do me thënë në njëjta skem që ke përdorur A, dhe ju me nuk kuptoni familjen që unë kam Kristo. bërë skem. Sipas Nuk është teje. fare skem. Skema shtrimi është
Gjilda, dhe Nuk ti është e di skema shumë shtrimi, mirë. nuk është fare skema çfarë shtrimi. është pra? Nuk është pra kam investuar në biznes. Unë jam proces falimenti. Kur je në faliment, si pretendon ti shlyesh detyrimet? Do ngrihem, tani po punoj, jam në punë. Mendon se vërtet ja besojmë këto dokra që na thot gjatë gjithë kohës apo i thot sa për muhabet? Po punon diku tjetër po thua. Po, jam e Po punësuar gjatë diku kësaj kohe tjetër. pse nuk u paguan as i lloj detyrimi? Po sepse s'ka marrë akoma pagën, të marr 1 muaj po tani që jam në punë. Sa po të marr pagën, do shlyej detyrimet ndaj Piros, ndaj Vitorelës dhe familjarëve ti të ke- tyre. Detyrimet do të jenë. 3 muaj pa punë Gjilda dhe kam lënë fëmijët, djali është pa shkollë se s'ka lek me në shkollë. Unë e kam dërguar djalin për shkollë. Kjo e dojë një vit shkollën, të ndaj një pas teje dhe s'ka marrë, paguan do shkollën se s'kam lek. Gjilda më sill lekët. Po patjetër që Kur? do të sjell lekët. Më the për sot, më the për sot. Sjell lekët. Do t'i sjell, ti kam, do t'i sjell, ti kam, por asnjë afat, asnjë datë të caktuar. Prandaj mirë është të kthehemi edhe një herë tek ai i madhi, menaxheri i famshëm, që sipas Gjildës ka bërë lëmsh gjithë situatën. Ndoshta ai na jep një zgjidhje më të shpejtë. Ky personi Artan Bakiu ekziston si person apo nuk ekziston fare? Po sigurisht që ekziston, çfarë kam sajuar unë? Përse E kam këta sajuar nuk kanë unë. folur kur me të, kanë shkruar vetëm Po, nuk e di. Kemi folur vetëm me mesazhe. Është ja shtetit ka thënë, edhe kur sapo vjen që thanë periudhën e gushtit dhe shtatorit, do vi këtu ka thënë, nuk na takovi fare. si ka mundësi ky Artani shkruan njësoj si ty? Njësoj si mua Njësoj si ty, në çdo po identik. Mesazhet janë njësoj identike. Njësoj, identik se mua, janë. është pikë e Po, imja. Nëse ky person ekziston vërtet, na e trego tani, të lutem. Po si ta tregoj tani, ku të lidhem unë me atë tani? Unë i bie në telefon dhe nuk më përgjigjet. Nuk më përgjigjet të dashur. Si e pas ke Nuk më krijuar përgjigjet. gjithë të marrëdhënie biznesi me këtë person? Urdhëro? Si e ke krijuar? Po, kështu, në distancë pa përgjigje. Si në distancë. O Gjilda, unë s'bëj lëra fjalësh se e kupton shumë mirë pyetjen. Pam folur, unë jam takuar. Kush të thotë ty që Po pra merre tani, se ti po thua s'po s'përgjigjesh tani dhe nuk më merre. përgjigjet, e marr unë. Edhe unë kam lënë punë, kam 3 muaj pa punë Gjilda. Nuk po më përgjigjet të dashur. Ku jeton ky personi? Urdhëro? Ku jeton ky? Ku jeton? Në zogun e zi. Po pse i përsërit pyetjet e mia zënja Gjilda? Thuaj vërtet ku ka shkuar atë? Ku kanë shkuar paratë? Ti e pas ke Nuk më krijuar përgjigjet. gjithë të marrëdhënie biznesi me këtë person? Urdhëro? Si e ke krijuar? Po, kështu, Kam krijuar. në distancë Si pa distancë, përgjigje. Si në distancë. Ku jeton ky personi? Urdhëro? Ku jeton ky? Ku jeton? Strategjia tipike e personave që gënjejnë për të fituar kohë. Ke thënë që kam shitur shtëpinë, parat mi ka noterja, nuk po mi jep, çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe? Ka ndodhur një ngërç dhe po përpiqemi ta Po zgjidhim. ti pas ke ngërçe gjithandej, Kam si ka ngërçe mundësi? gjithandej, kam ngërçe. Kam investuar gabim. Ju duket mashtrim. Edhe ngërç, edhe tek noterja pas ke edhe ngërç Do dhe ta aty. do ta zbardhi policia. Do ta zbardhi policia. Po te noterja që do Do zbardhi ta zbardhi policia. policia. Çfarë do Gjithë zbardhi policia. noterja? Nuk mund të jap dot E më ke shumë shitur informacione. Nuk mund të jap dot më. E dashur e ke shitur shtëpinë po apo jo? Kaq. Nuk do t'ju jap më shumë informacione. Shpresoj që ti ta mbash fjalën, Po, edhe t'i japësh pagesat. patjetër, sigurisht që po. Juve shumë Do faleminderit. vazhdosh edhe muajt e tjerë të paguash apo do paguash Sigurisht, vetëm në dhjetor? jo, do punoj dhe të shlyej të gjitha detyrimet. A ju e premtimin Vitorelës dhe Piros që do mbash Po fjalën? patjetër që ju jap premtimin dhe fjalën, po nuk kishin arsye pse ta bënin kaq të madhe. Nëse nuk do ta bënin kaq të madhe, nuk do të bëhesh e gjallë ti paguaje këstet. Gjithmonë, nëse do t'i paguash.